përshëndes dhe mirë se vini, këto janë lajmet e orës 16, jemi me titullat kryesor. Rama i pa besë shoqërohet me tensione të ubimi përpara parlamentit, protestuesit përplasen me policinë. Ndërkohë që qytetarët rrethuan kuvendin, tensione ka patur edhe brenda në sallë, Partia Demokratike bllokon foltore. Duhen verifikuar shumë tendera, SPAK zgjat me 3 muaj afatet e hetimit për Belinda Ballukun. Zjarret gjunjëzojnë disa vendet e Europës, Papa Leoni ofron mbështetje shpirtërore. Kapen 2.6 ton kokainë në Portugali në pranga 4 persona, mes tyre një shqiptar. Protesta përpara kuvendit është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe policisë së shtetit. Pas tentativave për t'u afruar godinës parlamentit e rrethuar blind nga policia, disa protestues hodhën vezë dhe domate ndaj efektive, ndërsa ata u kundërpërgjigjen me spray, lëndë irrituese për të kontrolluar turmën. U bën disa shoqërime, midis tyre edhe organizatori Arben Kola, i cili së bashku me të tjerët i tërhoqën zvarr. Kjo ka provokuar protestuesit marshonin drejt komisariatit nr. 1 në Tirana, aty ku Kola është lënë i lirë pas 30 minutash. Protesta disa orëshe në të njëjtën kohë me seancën plenare u shoqërua me tensione të forta. Gjatë marshimit u regjistruan përplasje me policinë, pasi kjo e fundit u vendos kordon dhe hodhi spraje gaz lotësjellës në drejtim të protestuesve. Më pas qytetarët kanë hedhur vezë drejt efektivëve. Disa protestues u shoqëruan pas përplasjes me policinë pranë xhamisë së namazgjas. Shoqërimi i tyre erdhi kur ata për shkak të bllokadës së vendosur nga policia përpara parlamentit kanë ndryshuar itinerarin e tubimit, duke marshuar fillimisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe më pas drejt Unazës së Madhe. Mes të shoqëruarve është njëri nga anëtarët e grupit organizator të protestës, Arben Kola. Si të shihet në pamje, ai është kapur nga shumë policë që e mbajnë nga krahët e këmbët, kurse Kola ka ende megafonin në dorë. Përpara parlamentit, dy të rinj kanë shfaqur probleme shëndetësore, pasi ndaj tyre policia ka hedhur spraj në fytyrë. Një autoambulancë shoqëroi drejt spitalit për të marrë ndihmë mjekësore. Duke parë kordonet, masat e shtuara të sigurisë dhe bllokadën e policisë pranë parlamentit, protestuesit janë larguar nga aty për të vendosur përballë hyrjes së kuvendit nga ana e Galerisë së Arteve në Tiranë. Edhe drejtuesit e automjeteve u solidarizuan me protestuesit, duke rënë borive gjatë kalimit në zonën ku po zhvillohet protesta. Protestuesit shkuan rreth orës 9 para godinës së kuvendit, ndërsa zona është blinduar nga policia e shtetit. Forca të shumta policore rrethuan parlamentin, ndërsa rrugët hyrëse drejt godinës ishin bllokuar me kordone sigurie dhe barriera. Pati thirrje kundër institucioneve dhe klasës politike, mes të cilave Parlamenti Krimit dhe Revolucion, apo Edi Rama i pa bezë, ju me gaz e ne me vezë. Vëmendje tërhoqi një pankart me mbishkrimin "Pula në burg është fabrikë e armëve". Ironi që lidhet me protestën e së njëjtës, kur deputetët dhe ministrat u goditën me vezë gjatë hyrjes në parlament. Pas daljes nga ambientet e policisë, aktivisti Arben Kola tha se shoqërimi i tij ka ardhur ndërsa po bënte thirrjet e zakonshme të protestës. Sipas Kolës, efektivët nuk i kanë dhënë një shpjegim konkret për shoqërimin. Po çfarë bëra, thjesht po bëja thirrje, asgjë, domethënë thirrjet tona të zakonshme. Po thirrja ishte ju me gaz, ne me vezë, Edi Rama i pa bezë. Edhe si duket u bën xhelos. Duket se u bën xhelos. A ka thirrje më duke? Asgjë, që të thonin pse ke dal, jo ligji ki, jo ligji ai, siç janë akuzat e rëndomta që gjithmonë policia i përdor për të shantazhuar protestuesit. Jo, nuk ushtron presion sepse sa veta janë të arrestuar? Këtu jemi 4 ditë, dolëm edhe 2 janë proces duke dalë. Po zonja ka brenda? Arrestimi që shoqërimi kanë bërë virale. Po.
merresh në arsi, unë ndjeva në ato momente. Si shqipoj. Ishte të fluturu, Beni. Po arsia thjesht u bon xheloz nga fjalë që thash, ju me gaz, ne me veze, Dirama i pa besë, dhe i thash me megafon, dhe kjo ishte edhe arsia. Prej 57 ditësh qytetarë të ardhur nga qytetet të ndryshme të vendit, por edhe nga diaspora, janë mbledhur çdo ditë në Tiranë duke kërkuar ndryshime të thella politike, dorëheqjen dhe arrestimin e Ramës, sikurse duke denoncuar shqetësimet të cilat prekin jetën sociale, ekonomike dhe institucionale të vendit. Sot në orën 19, qytetarët mblidhen sërish në ditën e 58 të protestës. Qytetarët e kanë refuzuar sërish ashpër besën e kërkuar nga kryeministri Edi Rama pas më se 3 mandatesh në pushtet, ndërsa artikulojnë sfidat me të cilat përballet Shqipëria për shkak të keqeverisjes. Shqiptarët i dhanë 13 vite kohë që abuzoj, i përqëndoj, i përzuni, i vjedhi, i talli dhe tani po shet Shqipërinë. Kështu që nuk ka besë për njerëzit e pa besë. Në ditën e 57 radhazi të protestës që kërkon ndërheqjen e tij, qytetarët u bashkuan te sheshi Skënderbej, prej ku marshuan drejt kryeministrisë me të njëjtat kërkesa. Refuzimit të qytetarëve ndaj simbolit të besës, Rama ju përgjigj të dielën me fyerje, ndërsa i cilësoi protestuesit sërish Sorra e Korba. Kjo është vera e vetmisë së madhe për Edi Ramën. Revolucioni i flamingove do ersoj Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Ai e lidhi besën me oligarkët. Ai e lidhi besën me krimin e organizuar për të vjedhur zgjedhjet. Shqipëria, shqiptare, te keta e tëre. Shqipëria, shqiptare, Revolucioni i flamingove kërkon një Shqipëri të re ku sundon ligji, ndërsa shqiptarët protestojnë e Rama kërkon besë. Vendimet e fundit të qeverisë shtojnë irritimin. Nisën me ndarjen e re territoriale, si ajo ndarja e 2014-s. Reforma e re territoriale ndikon drejt për drejt në përkeqësimin e shërbimeve për qytetarët dhe në centralizimin e pushtetit lokal. Protestojmë për klasat kolektive në zonat rurale, sepse ju e keni shpopulluar fshatin. Me ironi, qytetarët e pyetën Ramën se çfarë bese kërkon kur merr ballukun nga Greqia, e bën zëvendës kryeministre dhe e mbron nga drejtësia, ndërsa ka pjesën më të madhe të qeverisë së tij në burg. Besa është i fjalë që garancinë e ka ke morali. Si mund ta japim besën e dy sot Edi Rama, kur i vetmi trend që punon në Shqipëri është ai trend që vjedh pasurinë e shqiptarëve. Kur ke 90% qeverisë në burg, ne do ta bëjmë favor ty sot, kena për ta dhënë besën. Ne ta japim besën që s'kena me hik prej sheshi, deri sot largojmë ty. Ndërsa protesta nisi në mbrojtje të Zvërnesit, këtë të diel zona e mbrojtur kërcënua edhe nga flakët. Zvërneci po digjet, miliardat e naftës shqiptare nuk vinë këtu te ne, nuk vjen për arsim, nuk vjen për shëndetësi, po vjen për të mbushur xhepat e këtyre. Me aeroportin e Kukësit të mbyllur dhe të përdorur për panele diellore, qytetarët thanë se kjo është besa që jep Edi Rama. Hapja bombastike ati aeroporti, ku i jepe i besa kuksianve edhe qitë veriorve, se ata tani mo nuk do kishin nevoj të përdornin as rinasin, pasi për udhëtimet e dyre do të përdornin Kuksin, duke se mori fund shumë shpejt, si Kuksin, a i do të bëjë edhe Florën. Duhe kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij, anulimin e ligjit për investimet strategjike, ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, ligjin e trashëgimisë kulturore, paketën e maleve dhe kufizimin deri në 2 mandate për postin e kryeministrit, pas fjalimeve që shprehin revolt popullore antiqeveritare prej 2 muajsh, qytetarët nisën marshimin me thirrjet e njohura të 57 ditëve protest.
Majoranca dhe opozita shkëmbyen replika në seancën parlamentare. Njoftimi për futjen me procedurë të përshpejtuar të shqyrtimit marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shkaktuar debate. Demokratët, të cilët u deklaruan pro marrëveshjes, shprehen kundërshtim vetëm mbi procedurën që do të ndiqet. Teksa qindra protestues kishën mbërritur pranë parlamentit dhe përballeshin me forcat e policisë, nisi seanca plenare. Në seancë kryeparlamentari Niko Peleshi njoftoi futjen me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes së UAS prej $300 milion që Shqipëria do të marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por njoftimi i kreut të kuvendit për mënyrën se si do të procedojë u kundërshtua nga opozita. Firmosi deklaratën e konfidencialitetit dhe shkoni lexoni marrëveshjen. Askush, asnjë kopje nuk është shpërndar, por çdo deputet ka drejt shkoj ta lexojë. Kaq është ky diskutim. Zoti Bardhi, fjala për ju. Kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi u shpreh kundër vetëm për procesin e shqyrtimit, ndërkohë që pohoi se opozita e mbështet marrëveshjen. Marrëveshja është e mirëpritur sepse Shqipërisë i duhen investime të tilla. Absolutisht që është një reagim i vonuar i një qeverie të papërgjegjshme që nuk përmbushi detyrimet ndaj NATO-s dhe lejoi që Shqipërisë t'i vihet në pikpyetje edhe vetë antarësimi i saj në NATO. Siguria kombëtare nuk ndërtohet me propagandë dhe as me reagime të vonuara nën presion. Homologu socialista Ulan Balla vlerësoi historike për sigurinë e Shqipërisë marrëveshjen me Washingtonin, ndërkohë që u referua me etiketime ofenduese protestuesve. Është një vlerësim i një rëndësie strategjike për Shqipërinë dhe rolin e saj gjithnjë e më të madh në aleancë. Kolegun të përfundoj fjalën. Sorat dhe korbat le të vazhdojnë të tasin. Shqiponja bashkë me flamingot do të vazhdojnë të punojnë për Shqipërinë. Me herët socialistët refuzuan kërkesat e Agronshajt për pyetje përgjigje me kryeministrin Edi Rama mbi ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano dhe aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Për sheja i refuzimi ishte i pritshëm si pasojë arrogancës së socialistëve. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, një korruptuar mbrohet me votat e majorancës. Edi Rama si ka dalë boja. Nuk përballet dot Edi Rama me opozitën. Nuk e bën dot më. Dhe çfarë bën tani? Si një autokrat i rëndomt, në vend të vi këtu, të japi llogari, të përballet këtu me opozitën, mbledh grupin parlamentar, mblidheni gjithë bashkë aty në mbledhje partie dhe kryeministri praktikisht ju flet juve. Në një klim tensioni, kur opozita kishte bllokuar foltorin e kuvendit, socialistët votuan për futjen me procedurë të përshpejtuar të shqyrtimit të marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara. 75 vota pro, kundër s'ka abstenim. Pas përfundimit të pjesës parë të seancës plenare, kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, është pjesë e një situate të pazakontë në ambientet e parlamentit. Shehaj ka hyrë në një nga sallat dhe ka marrë një kopje të marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara. Më herët kryetari i kuvendit Niko Peleshi kishte bërë me dije se deputetët kishin të drejtë vetëm të lexonin marrëveshjen pasi të nënshkronin një deklaratë konfidencialiteti. Pas këtij momenti, Partia Socialiste ka depozituar zyrtarisht pranë Sekretariatit Etikës kërkesën për përjashtime 60 ditë nga kuvendi të deputetit Shehaj. Gjithashtu, PS kërkon edhe referimin e çështjes në SPAK. Kryeministri Edi Rama foli sot për rrezikun që vjen nga manipulimi i informacionit përmes inteligjencës artificiale, si dhe ndërhyrjet e huaja, ndërsa ka cilësuar këtë si sfidën kryesore me të cilën përballen vendet sot. Rama ka sulmuar sërish protestuesit duke thënë se flamingot janë shembull i dezinformimit. Duhet të jeni informuar për të ashëquajturën në revolucioni flamingove, është një shembull i jashtëzakonshëm i një çarje që është krijuar, që u bë një mënyrë për të hyrë armiqtan. Ecim me vendosmëri drejt fazës së antarësimit në BE. Është me rëndësi të forcojmë rezistencën ndaj sulmeve hibride. Sa më afër shkon një vend drejt BE-s, aq më shumë rreken aktorët e huaj për të hyrë tinëzisht brenda dhe për të sulmuar. Ne jemi pararoj, kemi përjetuar sulme hibride dhe fushata. Duhet të mësojmë shpejt dhe të përshtatemi shpejt. Hetimet për Belinda Ballukun, e cila po hetohet për korrupsion, pastrim parash dhe shkelje në tendere e zgjatur edhe 3 muaj të tjera. Një burimi të regoj News 24 se prokurorët e posaçëm argumentojnë se u nevojitet kohë për të kryer veprime të tjera hetimore në funksion të çështjes që konsiderohet komplekse për shkak se bëhet fjalë
për një numër të lartë tenderash të cilat janë duke u verifikuar. Tre adoleshentë u plagosën me thik gjatë një përplasje me një grup tjetër në Durrës, një ngjarje kjo e ndodhur për motive të dobta. Burime nga policia e Durrësit bën me dije se të rinjtë fillimisht debatuan për një prekje rastësore në shpatull, teksa po ecnin në rrugë, kurse dy autorët e dyshuar janë shpallur në kërkim, ndërsa një tjetër ende nuk është identifikuar. Se më preke, ky ishte motivi pse dy grupe adoleshentësh u përplasën me njëri tjetrin mbrëmjen e së dielës në Durrës, ku tre prej tyre u plagosën me thik. Sherrri ndodhi në lagje numër 13, ku të rinjtë ishin duke ecur në rrugë dhe rastësisht njëri prej tyre preki në shpatull një prej adoleshentëve të grupit tjetër. Për rrjedhoi ky fundit ka kërkuar llogari, kurse debati degradoi deri në përleshje fizike dhe përdorimin e thikave. Policia e Durrësit bën të ditur se të plagosur me thik kanë mbetur tre të rinj të moshave 18, 19 dhe 20 vjeç, të cilët u dërguan në urgjencën e Spitalit Rajonal Durrës, prej nga ku bëhet me dije se dy prej tyre janë në kujdesin intensiv të mjekëve, kurse 19 vjeçari ka dalë nga spitali. Dy nga autorët e dyshuar të plagosjes, të moshave 19 dhe 15 vjeç, janë ende në arati, ndërsa vjen puna për kapjen e tyre nga autoritetet policore. Po ashtu bëhet me dije se i përfshirë në sherr ka qenë edhe një person tjetër, puna për identifikimin e të cilit vijon. Shefi i stacionit policisë Roskovecit, që ka negociuar me 35 vjeçarin Refit Buzi për të liruar vajzën që mori peng, rrëfen detaje nga aksioni i cili ka zgjatur për më shumë se 8 orë. Sipas efektivit Koroveshaj, 35 vjeçari ka kërkuar të mos i afroje automjetit të tij më shumë se 2 metra, ndërsa jetën e vajzës e përdori si garanci që policia të mos kryente veprime të tjera ndaj tij. Mbi 8 orë aksione kërcënime me jetën e tij dhe të vajzës që rrëmbeu, shefi i stacionit policor Roskovec, Mariglen Koroveshaj, rrëfen detaje nga aksioni për lirimin e Rosalinda Plakës, që u mor peng nga ish-partneri, ndërsa konflikti me të i kushtoi jetën dy prindërve të saj. Efektivi Koroveshaj, i cili negocioi E ndërpresim të kronik për të shkuar tani drejt për së drejti me zotin Agron Shea i Partisë Mundësia, duket ka përfunduar parlamenti është miratuar me 74 vota pro marrëveshja me SBA, ndjekim zotin Shea. Skandali vërtet trajtimi që ky kuvend, kjo majorancë po i bën deputetëve të opozitës, protestuesve, të gjithë atyre që ngren zërin. Javën e kaluar, siç e keni parë dhe në pamje, në mënyrë brutale, sikur më parë me dhunë më kanë penguar të drejtën për të qenë në atë kuvend. Ky është kallëzimi penal që kam bërë dhe që do dorëzoj sot në SPAK në lidhje me atë që ndodhi herën e fundit. Është e papranueshme që të dhunohet opozita. Sot kanë kërkuar një përjashtim tjetër për 60 ditësh. Nuk na e mbyllin dot gojën. Do vazhdojmë, do bëjmë opozit, nuk dorëzohemi pavarësisht përdorimit që këta i bëjnë masës së përjashtimit kundër opozitës për t'i mbyllur gojën opozitës. Lufta jonë vazhdon, do kishim dashur që shfaqje të tilla si ajo javës kaluar, po dhe këtë javë mos të ndodhnin, por fatkeqësisht opozita nuk është e lehtë. Të bësh opozit tani në këto kushte duhet në mënyra të ndryshme të kërkojmë, të fitojmë hapësirat tona dhe mos të lejojmë që të na mbyllin gojën. Këtë po bëjmë opozit dhe do vazhdojmë ta bëjmë pavarësisht sjelljes skandaloze të kësaj magjorance që i ngjajmë më shumë një autokracie se sa një demokracie. Zoti Shea, nesër në 9:30 është thirrur mbledhja e sekretariatit për atë kërkesë të Partisë Socialiste për përjashtimin tuaj me 60 ditë. Ju keni drejtën për të qenë prezent si deputet, do t'jeni? Shikoni, nëse zgaboj, është kërkesa e 4 në 5 muaj për të më përjashtuar nga kuvendi. Kuptohet që kërkesa, e dini ju se kush do ta gjykojë kërkesën për të përjashtuar? Ulsi Manja. Kështu që unë e di se çfarë ka vendosur Taulant Ballas, çfarë ka vendosur Edi Rama, duan që unë mos jem në atë kuvend. Na mbetet vetëm t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese, do t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese sepse është e paimagjinueshme që një deputet i timohet e drejta të jetë në sallë. Aq më tepër që këta shkelin dhe rregullorën e tyre. Në rregullorën e fundit, me ndryshimet e fundit të rregullorës, përjashtimi 60 ditë është bërë vetëm për ata që përdorin mjete tymuese dhe të ngjashme brenda kuvendit, gjë që nuk ka ndodhur, por
kuptohet që ata bëjnë çfarë të duan. Kur shkelin kushtetutën me rregulloren, të shkelin rregulloren se kanë fare problem. Por kjo nuk do na ndal, do vazhdojmë, do bëjmë opozit atje ku mundemi, në media, në rrjetet sociale, me qytetarët në protesta. Ndaj kujt e keni përgatitur kallëzimin penal që ju thatë pak më herët në parlament, ndaj gardës apo edhe emra të tjerë të përveçëm? Prokurorët e SPAK-ut do hetojnë dhe do zbulojnë se kush ka marrë pjesë në pengimin tim për të marrë pjesë në seancën e tenjtë të kaluar në kuvend. Nuk më takon mua, prokurorët do bëjnë hetimet dhe do zbulojnë se kush janë përgjegjësit. Por ne nuk mund të heshtim, ne nuk mund ndalim, ne nuk mund të pranojmë si një fakt normal që me dhunë të timohet e drejta një deputeti të jetë brenda në kuvendin e Shqipërisë. Pse? Sepse bën opozitë, sepse u thot në fytyrë atë që mendojnë pjesa më e madhe e qytetarëve, të protestuesit kanë 60 ditë që këta janë një tufë të korruptuarish që me çdo mjet duan të vazhdojnë të qëndrojnë aty dhe të vazhdojnë të vjedhin popullin më të varfër në Europë. Këtë do bëjmë. Me sa duket ishit i vetë një opozitar që pati mundësi ta merrni pavarësisht që nuk e nxorët jashtë. Po ju ripërsëris edhe një herë pyetjen, a do e bëni publike sepse po i merret ky borxh që u ha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të ketë transparencë dhe shqiptarët për marrëveshjen? Tani të gjithë e dinë, është publike që marrëveshja bëhet në lidhje me financimi bëhet për të forcuar kapacitetet mbrojtëse të Shqipërisë, duke blerë armatime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një marrëveshje nuk ishte ai dokument nuk ishte fare detaje dhe nuk ishte arsye pse të ishte sekret. Aq më tepër që ajo marrëveshje ka kaluar në Senatin Amerikan, është një dokument publik. Por këta për ta bërë pak më interesante, për të treguar se sa servila dhe sa të dëshpëruar janë, tentojnë në çdo mënyrë të tregojnë si kur janë në mbështetje të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në fakt ata janë antiamerikanët më të mëdhenj që ka Shqipëria. Sepse të vjedhësh një nga popujt më të varfër në Europë, të shkelësh të drejtat e qytetarëve tu, të shkelësh ligjet, të shkelësh kushtetutën, nuk është prej perëndimori, nuk është prej pro-amerikani, përkundrazi. Është prej një autokrati të rëndomt ballkanik që mendon se me marrëveshje të tilla mund t'i shpëtojë drejtësisë. E provuan me paketën e maleve dhe aty dolën zbuluar sepse marrëveshja, më fat jo me paketën e maleve, e provuan me bordin e paqes, mendonin se duke aprovuar në atë mënyrë bordin e paqes në Kuvendin e Shqipërisë, mendonin se do shpëtoni Melinda Ballukun nga përgjegjësitë dhe nga drejtësia. Jo vetëm që ajo nuk shpëtoi fal asaj marrëveshje, por ju ngritet një akuzë tjetër akoma më e rëndë, siç e dini, akuza për korrupsion. Mirë, ka përfunduar fjalën e tij zoti Shehaj pas gjithë situatës krijuar ditën e sotme në parlament, ndërkohë tani do të ndjekim atë se çfarë ndodhi prapa kamerave, votimin me 74 vota pro të marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ndjekim bashkë. Mbyllet votimi. 74 deputet prezent. Fillojmë me votimin e aktit. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes huas direkte ndërmjet Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen, DSCA, në kuadër të financimit i jashtëm ushtarak FMF. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Votimi është i hapur, procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë në votimin nën për nën me karton sipas variantit të propozuesit. Neni 1 pro kundër abstenim. Ngrini kartonin, ju lutem. Miratohet. Neni 2 me pëlqimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, ky ligj hyn në fuqi menjëherë. Pro kundër abstenim. Miratohet.
Kalojmë në votimin në tërësi, hapet votimi në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji. Seanca plenare këtu mbyllet. Ju falenderit gjithëve. Sekretit, pra për cilën kemi pasur gjitha diskutim. Ka qenë nevojshme që të gjitha institucionet e përfshira në shqyrtimin e saj, gjej rastin të përgëzoj qeverinë shqiptare, kryeministrin, ministrin e financave, ministrin e mbrojtjes, të gjitha ata të përfshirë në negocimin e kësaj marrëveshje, janë $302 milion. Nëse do të bënim një bilanc historik të 35 viteve, të paktën të 35 vite, në 104 vite marrëdhënie diplomatike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo është edhe mbështetja më e madhe që Shtetet Bashkuara të Amerikës i japi Shqipërisë. Prandaj, qoftë qeveria, qoftë kuvendi, edhe presidenti i Republikës treguan seriozitet maksimal në shqyrtimin me një procedurë të përshpejtuar. E rëndësishme është që në marrëdhënien tonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi pas gjithmonë një marrëdhënie të fortë dhe mbi të gjitha për të qenë e qartë për gjithë publikun, arsye pse kuvendi ndoqi këtë procedurë përshpejtuar është pikërisht se instrumentet e buxhetit nuk ndryshojnë shumë edhe në Shqipëri, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse do ta humbnim këtë javë, do të hynim pastaj në një situatë të vështirë për sesionet jashtëzakonshme kuvendore dhe gjithçka tjetër dhe do të na vijë ndyshim fillimi përfitimit të transhës parë të mbështetjes që në ditë e para të shtatorit. Prandaj edhe në rast se kandidatoi në datë 31 për premten përmbush një gjithë kornizën ligjore. Jo, nuk përmbushej të premten. Se ju Gjoni, jo, po nuk përmbushej, nëse ju lutem. Kush ju ka thënë këtë? U ka thënë gabim? Të lutem. Nuk ka, unë jam i bindur se kemi bërë gjën e duhur. Fakti që edhe institucioni treti përfshirë në proces, presidenti i Republikës, i cili si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura ka ndjekur nga afër negociatën për këtë marrëveshje, dëshmon se institucionet shqiptare janë krye detyrës, nuk merren me ankesa të vogla procedurale. Megjithatë, duhet kuptoni një gjë. Arsyeja pse Partia Demokratike bojkotoi sot seancën e votimit të kësaj marrëveshje nuk ka të bëjë fare me procedurën. Janë e njëjta parti politike që bojkotuan edhe pjesëmarrjen e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Janë e njëjta parti politike që bojkoton sot votimin në kuvend të kësaj marrëveshje historike. Nuk hezitoj ta quaj marrëveshje historike sepse është e rëndësishme aq sa mund më lejohet për shkak të disponimit edhe të certifikatës sigurisë edhe të firmosjes deklaratës së konfidencialitetit, mund t'ju them që është një marrëveshje që forcon kapacitetet e sigurisë Shqipërisë. Për ne, për këtë mazhorancë, siguria çdo qytetarit të Shqipërisë, siguria e Shqipërisë si një vend antar i NATO-s është më e rëndësishme se çdo aspekt tjetër. Zoti Balla, duke qenë se nga nuk qenë ka e premtja afati që përmbushit, pse nga qershori zgjodhet pikërisht një seancë jashtë sesionit për ta miratuar. Nuk ishte kohë mjaftueshme nga qershori deri tani dhe përqindja e kësaj huaje sa është? Sepse marrëveshja është miratuar në qeveri ditën e premte dhe kuvendi e votoi sot dhe po sot marrëveshja me njoftimin që edhe ju e ndoqët ka hyrë në fuqi dhe unë besoj shumë që në fillim të shtatorit do të fillojë disbursimi. Sa i përket pjesës që përqindjes interesit, është pjesë e vlerësimit konfidencial, e cila është kërkuar është dakordsuar nga dy palët dhe nuk mund ta bëjë edhe publike. Zoti Balla, për çfarë do të përdoret kjo UAN aq sa mund të thuhet në kuadër të marrëveshjes? Për të forcuar kapacitetet mbrojtëse të Shqipërisë. Që do thotë më shumë siguri për Shqipërinë në kushtet e një bote dhe në kushtet
e një vendi antar të NATO-s, i cili merr përgjegjësi gjithashtu në pjesën që i takon Shqipërisë dhe në përmbushjen e nevojave që ka Shqipëria dhe NATO për një pjesë caktuar të mbrojtjes. Në këtë seancë çfarë po ndodh me reformën territoriale? Do të shkojë Partia Socialiste me një propozim për ndryshimin e ligjit e vetë qeverisjes vendore, pasi deri më tani nuk shohim dakordsinë në Komisionin e Reformës mes dy bashkëkryetarëve. Jo, e para është që reforma administrative territoriale ka ecur si pas të gjitha parashikimeve tona, nuk kam pasur asnjë dyshim në tetor kur është votuar që Partia Demokratike do të ishte në fund të këtij procesi e përfshirë. Është vendimarrja e tyre, megjithatë kuvendi do të jetë i përfshirë. Ne në raportin që ju e dispononi tani më, të bërë publik nga bashkëkryetari i Komisionit zoti Mazniku, kemi identifikuar disa propozime, të cilat nuk janë vetëm thjesht dhe vetëm ndarje e re administrative territoriale. Në sesionin tjetër do të përveç kësaj pjese do të keni edhe propozime që lidhen me përmirësimin e shërbimeve. Fokusi është që të garantojmë që çdo shtetasi të Shqipërisë, pavarësisht se jeton në qendër të Tiranës apo në fshatin më të thellë të Shqipërisë, të kemi infrastrukturë arsimore të mirë, infrastrukturë shëndetësore të mirë, infrastrukturë rrugore të mirë, shërbime. Jo pa qëllim kemi investuar përmes e-Albanias përmirësimin e shërbimeve dhe ofrimin e shërbimeve online, po këto shërbime online duhet ofrohen në mënyrë të tillë që edhe moshat e treta apo të tjerë që nuk aksesojnë dot të shërbimet të kenë zyrat e posaçme në çdo fshat, në çdo qendër komune, në mënyrë që ne të kemi flas për zonat rurale, në mënyrë që të garantojmë këto shërbime. Kështu që për të qenë korrekt me përgjigjen e pyetjes tuaj, padyshim që grupi parlamentar i Partisë Socialiste, por në rastin fjalë duhet ta ndajmë, do të jemi deputetët tanë në Komisionin e Posaçëm të Reformës Administrative Territoriale, pas përfundimit të mandatit të komisionit, pas paraqitjes së raportit përfundimtar në kuvend, tani do të vijmë edhe propozime. Do e depozitoni brenda këtij sesioni, pra deri të premten që është 31 korriku për të fituar dhe këtë hapësirën kohore, zoti Balla, 60 ditë. Nuk është pjesa e fitimit të hapësirës, padyshim që kolegët tanë të Komisionit Posaçëm vazhdojnë punën edhe në këtë moment që flasim bashkë dhe besoj që do ta konkretizojmë. Do të shndroni kërkesës për ndarje në rajone? Tani të lutem, unë dua që për këtë çështje të flasin ata të parët, ata që kanë bërë punën për muaj me radhë, kështu që për gjitha këto do keni mundësi në ditën të vijim. Ne nuk po ikim me pushime, jemi këtu. Pristim seancë tjetër. Apo do të kemi një seancë tjetër? Nëse padyshim kjo është kompetencë e kryetarit të kuvendit, i cili vlerëson nëse ka çështje ose materiale gati nga puna e komisionit, mos harroni asnjëherë që komisionet prodhojnë shqyrtimin e ligjeve, çojnë raportet dhe kryetari i kuvendit vendos që të ketë apo jo. E vërteta është që ky sesion mbyllet të premten. Faleminderit gjithëve. Ky sesion mbyllet të premten, tha zoti Balla, po ashtu sigurisht komentoi marrëveshjen e bërë dhe atë e cila në fakt ka kaluar në parlament, ajo me Shtetet Bashkuara të Amerikës për një hua prej $302 milion për mbrojtjen. Ka patur komente për gjatë për asaj sa i takon asaj se çfarë realisht ndodhi në parlament ditën e sotme, ka patur një interes të shtuar edhe nga ana e gazetarëve ndaj zotit Balla dhe jo vetëm. Mirë, bëjmë një shkëputje publicitare tani, kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. 4 pikat e kalimeve kufitare mes Shqipërisë dhe Greqisë u përballën me radhë të gjatë automjetesh për shkak të ngërçit 4 orësh, i cili është krijuar nga protesta e doganierëve grek. Protesta është organizuar nga Sindikata e Punonjësve të Doganave greke, të cilët kërkojnë shtim të personelit, përmirësim të kushteve të punës dhe rritje të pagave.
Për 4 orë me radhë në pikat e kalimeve kufitare mes Greqisë dhe Shqipërisë, puna u pezullua këtë të hënë për shkak të protestës të lajmëruar nga doganierët e shtetit fqinj. Departamenti i Policisë Kufitare dhe Emigracionit njoftoi se në pikat doganore të Kakavijës në Gjirokastër dhe 3 urat nëpërmjet, lëvizja e automjeteve nga të dyja shtetet u pezullua prej orës 7 të mëngjesit dhe zgjati deri në orën 11 me orën shqiptare. Në 2 pikat e tjera kufitare, ato të Kapshticës në Devoll dhe Qafbotës, pezullimi i hyrje-daljeve nisi prej orës 5 të mëngjesit dhe vijoi deri në orën 9, duke krijuar radhë të gjata automjetesh që kërkonin të hynin dhe dilnin nga njëri shtet në tjetrin. Ndërkohë, sipas informacionit të përcjell nga Policia Kufitare e Janinës, u lejuan të kalojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe mjetet e emergjencave si ambulancat. Protesta është organizuar nga Sindikata e Punonjësve të Doganave greke, të cilët kërkojnë shtim të personelit, përmirësim të kushteve të punës dhe rritje të pagave, si dhe zbatimin e angazhimeve të marrë nga qeveria greke për administratën publike. Doganierët kanë paralajmëruar se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, protestat mund të vijojnë edhe në ditët në vijim. Me thirrjet Rama Ik, banorët e fshatit Zvezd në Maliq protestuan për plotësimin e nevojës më jetike e furnizimit në ujë të pishëm. Të indinjuar, banorët thonë se prej dekadash që premtohet furnizim 24 orë me ujë, por investimi në rrjetin ujësjellës nuk ka dhënë rezultat, ndaj ata hedhin akuza ndaj institucioneve për punime pa standarde. Mungesa e ujit të pijshëm prej vitesh ka nxjerrë në protest banorët e fshatit Zvezd në Maliq. Të revoltuar nga neglizhenca institucionale dhe investimet e dështuara, ata kërkojnë zgjidhje të menjëhershme për një problem që sipas tyre vazhdon prej dekadash, ndërsa paralajmërojnë për shkallëzim të situatës nëse nuk merren masa. Fshati tonë Zvezda është dhe ka qenë pa ujë. Kur vinë në marrin vota dhe pasaj në bëjnë dalje, si të djathtë të majtët. Kur të vini këtu të kërkojnë vota, nuk do t'i pranojnë fare. Sot, temperatura ka qenë lartër, jemi pa ujë. Qarë të bëjmë? E një qedh një kaq, vjen atje, radha këto ata. Banorët deklaruan se investimi kryer në rrjetin e ujësjellësit nuk ka dhënë rezultat dhe se fshati vijon të mbetet pa furnizim të rregullt me ujë. Ata thanë se janë të detyruar të mbushin ujë në një rubinet të vetme të fshatit, ku krijohen radhë që në orët e para të mëngjesit, duke sjell edhe konflikte mes banorëve. Dhe ky takim dhe kjo protestë vëvet kot këtu. Për 20 milion lekë që s'do të investoj bashkia. Groposi rreth 480 milion lekë në vet, u tall me lekët e taksa paguesve fshatar. Ai që jep paranë dhe investon duhet të kontrollojë se si bëhen këto punime. Asnjë s'ka dalë për kontroll. Uji u inaugurua para një muaji, uji nuk ka. Ja ku e ke ujin, mos zotri. Ky është uji që kemi, ky është uji. Uji që na solli bashkia. Ashber Sultani Maliqit ka vetëm mashtrime për fshatin Zvezdë. Zim Topçiu vjen njerë më 4 vjet këtu. Sa për të na mashtruar e të marrë votat. Kaq bën. Në protest pati dhe thirrje politike ku protestuesit brohoritën Rama Ik dhe kërkuan ndërheqjen e kryeministrit, duke e bërë përgjegjëse qeverinë për gjendjen në të cilën ndodhet fshati. Unë jam socialist, edhe babaj tim ka qenë socialist, por tani nuk jam me do ta ngris edhe testin edhe të gjitha, nuk jam me socialist. Pse? Kur vuan 2200 banorë fshati Zvezdë për ujë të pishëm ka 36 vjet, nuk e dua as testin as gja hiç fare, të qërohet, të shporen, të tërë. Me Edi Ramë, poshtë Edi Rama, jepi dorëqe, burgëzim Topçiu. Banorët paralajmëruan se nëse kërkesat e tyre nuk marrin zgjidhje, do të bllokojnë rrugën kryesore. Credinsbank qeli ekspozitën artistike Një jetë me art të artistit merituar Zej Melezi. Përmes këtyre iniciativave Credins synon të kultivojë një marrëdhënie të vazhdueshme me artin, duke konsideruar atë një vlerë shpirtërore dhe kulturore që dëshmon angazhimin e bankës ndaj krijimtarisë dhe trashëgimisë artistike. Në hollin qendror të Credinsbank u çel ekspozita artistike Një jetë me art e artistit të merituar Zai Melezi, një nga figurat më të spikatura të artit pamor shqiptar. Përmes një koleksioni me 20 piktura, ekspozita sjell vizualitetin e artistit, që nga portretet e frymzuara nga jeta e përditshme e deri tek peizazhet nga natyra shqiptare. Në universin krijues të Zai Melezit, ngjyrat ndërthuren në mënyrë harmonike, duke krijuar kompozime plot emocion dhe atmosferë. Punimet sjellin pamje nga vende të ndryshme të Shqipërisë, ku bukuria e Rivierës shqiptare
Cakton vizitorin në soditja dhe reflektim, i vlerësuar me çmime dhe me një krimtari që shtrihet në disa dekada. Zaim Elezi mbetet një nga emrat më të talentuar dhe më të spikatur të artit pamor shqiptar. Vetë një jetë me artë, merë përsipër të tregoj gjithë çfarë unë kam parë, shijuar, apo jo shijuar në këtë jetë. Që do të thotë që nga peizazhi, nga natyra e qetë, nga portreti dhe nga kompozimet. Pra gjithçka përfshin jetë. Marrëdhëniet, jo vetëm thjesht njerëzore, por edhe ndjesore, artistike dhe që është më e bukura, marrëdhëniet shpirtërore. Jetën time me art kam mundësi ta tregoj nëpërmjet hapësirave që ma mundsoi Banka Kredis. Çelja e kësaj ekspozite i bashkohet kolanës e ekspozitave artistike të organizuara nga Credins Bank. Përmes këtyre iniciativave, Credins synon të kultivojë një marrëdhënie të vazhdueshme me artin, duke konsideruar atë një vlerë shpirtërore dhe kulturore që pasuron komunitetin dhe dëshmon angazhimin e bankës ndaj krijimtarisë dhe trashëgimisë artistike. Situata me zjarret në disa vende të Europës vjen të jetë e rënduar, teksa në Francë presidenti Macron ka mbledhur kabinetin për diskutuar krizën. 250.000 njerëz janë evakuar në këtë vend që nga përhapja e flakëve që rrezikojnë zonën e Bordeaux. Ndërkohë në Spanjë kryeministri Sanchez ka vizituar zonat e goditura. Zjarret janë përhapur edhe në Itali. Autoritetet në Francë po luftojnë për të vënë në kontroll një zjarr të madh pranë Bordeaux, ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron thiri një takim urgjent për të diskutuar krizën. 10 mijëra njerëz janë evakuuar nga rajoni përreth Bordeaux, Gironde, në Francë. Gati 260.000 njerëz janë evakuuar në të gjithë Francën. Përfshirë 36.000 të urdhëruar të largohen nga një zonë tjetër e përfshirë nga zjarret në rajonin Lond më në jug të vendit. Në Spanjë, kryeministri Pedro Sanchez vizitoi zonat e prekura nga zjarri në Avila, një nga 3 provincat kryesore të prekura nga flakët e mëdha, së bashku me Madridin dhe Toledon. Flakët kanë shkatruar më shumë se 50.000 hektar pyje në Avila, duke e bërë atë zjarrin më të madh në historinë e kohëve të fundit të Spanjës. Një zjarr i veçantë në provincën lindore Castellón të Spanjës ka shkatruar mbi 4.300 hektar, thanë autoritetet rajonale. Zjarri është jashtë kontrollit, është shumë e vështirë të shuhet nga një pikpamje teknike, veçanërisht për shkak të kushteve të pafavorshme të motit që do të vazhdojnë gjatë gjithë ditës, u tha gazetarëve pranë vendit të ngjarjes udhëheqësi rajonal i Valencias, Juan Fran Perez. Në Itali disa zjarre në shkure detyruan mbylljen për disa orë të një pjesë e jugore të unazës rrugore të Romës, si dhe të një autostrade që të çon në kryeqytet, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha të trafikut. Në rajonin jugor të Pulias në Itali, turistët u evakuan nga vend pushimet bregdetare për shkak të një zjarri të madh në zonën e Garganos, njoftoi departamenti kombëtar i zjarrfikësve. Zjarret e tjera çuan në pezullimin e përkohshëm të trafikut hekurudhor në Sicilinë lindore dhe në vijën lindore të Adriatikut në jug të qytetit të Termolit. Papa Leone, duke folur nga rezidenca e tij verore jashtë Romës, ofroi mbështetje shpirtërore. Në dritën e zjarreve shkatruese që kanë prekur zona të ndryshme të Francës dhe Spanjës ditët e fundit, dëshiroi të shprehë solidaritetin ndaj afërsinë time dhe i ftoi të gjithë të luten për të prekurit dhe për punonjësit e shpëtimit të angazhuar në përpjekjet për ndihmë, tha ai. Tre persona mbetën të vrarë dhe 4 të tjerë u plagosën pas të shtënave marrë zjarri në qendrën e Seattle-it në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbrëmjen e të dielës. Ngjarja ka ndodhur në festivalin e gastronomie. Në mesin e të plagosërve është edhe një djalë 2 vjeçar. Përplasje me armë ka nisur kur 2 persona filluan të qellonin me armë ndaj njëri tjetrit dhe në mes të turmës. 3 persona u vranë dhe 4 të tjerë u plagosën pas të shtënave me armë zjarri në qendrën e Seattle-it në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ngjarja e rëndë ndodhi në një festival gastronomie në këtë vend. Në mesin e të plagosurve është edhe një djalë 2 vjeçar i cili është në gjendje të qëndrueshme, njoftuan autoritetet amerikane. Përplasja me armë sipas departamentit të policisë në Seattle nisi rreth orës 18 kur 2 persona filluan të qellonin me armë zjarri ndaj njëri tjetrit në mes të turmës. 2 persona ndorruan jetë menjëherë në vendngjarje, ndërsa një grua e plagosur rënd vdiq më vonë gjatë operacionit në spital. 4 persona mbetën të shtruar në spital në gjendje të stabilizuar.
Policia arrestoi një të dyshuar në vengjarje dhe sekuestroi 2 armë zjarri. Aktualisht po kërkohet për një person të dytë të përfshirë në ngjarje i cili është arratisur. Dëshmitarët e përshkruan skenën si kaotike, ku njerëzit vraponin për të fshehur brenda ndërtesave përreth. Autoritetet policore sekuestruan më shumë se 2.6 ton kokain me një vlerë prej rreth 500 milion euro në brigjet e Portugalisë në Atlantik. Droga është gjetur në bordin e një gomone të shpejt, 4 persona, me së cilëve një shqiptar me banim në Itali dhe që ndodheshin në mjet u arrestuan. Më shumë se 2.6 ton kokain me një vlerë prej rreth 500 milion eurosh u sekuestrua në brigjet e Portugalisë në Atlantik. Kokaina u gjet në bordin e një gomoneje të shpejt për lundrim në det të hapur, një mjet që kontrabandistët e përdorin zakonisht për të marrë ngarkesat e paligjshme të hedhura në det nga nije të mëdha që vijnë nga Amerika e Jugut, thuhet në njoftimin e policisë financiare italiane. 4 persona që ndodheshin në mjet me së cilëve 2 shtetas spanjoll, një banor i Gibraltarit dhe një shtetas shqiptar identiteti të cilit nuk bëhet i ditur u arrestuan. Operacioni u zhvillua në bashkëpunim me autoritetet spanjolle dhe portugeze, ndërsa hetimet u koordinuan nga prokurorët italian në qytetin verior të Brescias. Pasi të përziej me substanca të tjera dhe të shitej në tregun me pakic, ajo mund të gjeneronte të ardhura prej rreth 500 milion eurosh. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.